Pas miratimit të reformës në drejtësi, politika ka përpara sfidën e reformës zgjedhore, për realizimin e së cilës është ngritur një komision i posaçëm parlamentar. Komisioni deri më tani nuk ka prodhuar ndryshime konkrete të kodit zgjedhor, por Partia Demokratike ka gati një platformë për përmirësimin e ligjit elektoral, përmes së cilit synohet shmangja e kandidimit të personave të inkriminuar dhe korrupsioni zgjedhor. Dokumenti i Partisë Demokratike me 12 pika nis pikërisht me zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, që siguron që asnjë kandidat me rekorde kriminale të mund të marrë një postë të zgjedhur, po kështu këta individ nuk duhet të jenë pjesë e procesit zgjedhor dhe fushantës së partive dhe kandidatëve, po do kërkojnë që ligji të parashikojë sanksione të forta financiare, përfshirë ndalime nga financimi vjetor apo zgjedhor për partitë që mbajnë funksionet e përcaktuara nga ligji, persona me rekorde kriminale. Një kërkesë e kahershme e opozitës është reflektuar në pikën 2 të dokumentit ku kërkohet votim dhe numërim elektronik i votave për të shmangur shitblerjen e votës dhe për të ulur faturën financiare të procesit zgjedhor. Në këtë pikë, Partia Demokratike kërkon forcim të politikës penale për blerjen e votës. Sipas opozitës, shitblerja e votës, korruptimi i funksionarëve zgjedhor, marrja apo dhënia e premtimit të votës apo mbështetje zgjedhore nëpërmjet ofrimit të mirave materiale duhet klasifikuar si korrupsion zgjedhor. Në këtë kuadër, në reflektimet të reformës në drejtësi, opozita thotë se kjo vepër duhet i nënshtrohet hetimit për veprat e korrupsionit nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe në përputhje me reformën në drejtësi nga Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Partia Demokratike propozon që financimi i partive dhe ai për zgjedhje të jetë 100% nga buxheti i shtetit, me qëllim shmangjen e financimeve private nga burimet të dyshimta. Opozita kërkon një sistem të saktë adresave të zgjedhësve, por të shmangur votimin më shumë se sa një herë, sikurse vëren me shqetësim se ndryshimet ligjore për regjistrimin e emigrantëve përbëjnë rrezik për të drejtën e votës së emigrantëve, pasi regjistrimi në regjistrin e emigrantëve pasqyll heqjen automatike të tyre nga qendrat e votimit në territorin e Shqipërisë. Në platformë po doje propozime dhe për forcimin e sistemit zgjedhor dhe rolin e policisë në zgjedhje.